Duke folur në një takim të kryetarëve të bashkive franceze të mbajtur në Paris të martën e kaluar, general-lejtnant francezi Fabien Medon u bëri thirrje zyrtarëve lokal të përgatisin qytetarët për një luftë të mundshme me Rusinë. Ne kemi të gjitha njohurit, të gjitha fuqitë ekonomike dhe demografike për të penguar regjimin e Moskës, tha Medon, duke i drejtuar kryetarëve të bashkive, duke shtuar megjithatë se nëse Franca nuk është e gatshme të pranojë humbjen e fëmijëve dhe vuajtjet ekonomike, sepse përparësi do të jepet prodhimit të mbrojtjes, atëherë ne jemi në rrezik. Ndërkaq, me një frymë të ngjashme kritike, udhëheqësi i Partisë Komuniste e akuzoi Medon se ishte një përfitues i luftës, por edhe nga ana tjetër e spektrit politik, deputetët e tubimit kombëtar të ekstremit të djathtë Marine Le Pen argumentuan se Medon nuk kishte legjitimitet për të bërë deklarata të tilla.